Të nderuar televizionistë, përshëndetje. Do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. E hëna riktheu debate të forta në kuvent mes mazhorancës dhe opozitës, ku kjo i fundit akuzoi qeverinë për përdorim të kuvendit si pron private dhe bllokim të nismave ligjore. Mungesa e zëvendës kryeministres Belinda Balluku gjatë diskutimit të projektligjit për energjinë ndisi tensione të reja mes palëve. Opozita kritikoi mungesën e respektit ndaj institucioneve, ndërsa mazhoranca premtoi vazhdimsi dhe përmbyllje të suksesshme të seancave. Seanca e parë e javës në kuvend nisi me debate të forta mes mazhorancës dhe opozitës. Deputeti Gazmend Bardhi kritikoi mosmbajtjen e seancës së njëjtës, duke akuzuar kryetarin e kuvendit për mashtrim dhe trajtim të parlamentit si pron private. Juve na thatë se kishit një angazhim shumë të rëndësishëm në Ukrainë. E vërteta është që tejnte nuk ishit në Ukrainë, ishit duke ngrënë drek në Greqi, madje këtë na e bënit me dije edhe gjithë deputetëve, dhe të mbyllësh kuvendin e Shqipërisë për ta trajtuar atë si shtëpinë tënde personale, për të ngrënë drek në Greqi, jo vetëm nuk është e mbështetur në rregulloren e kuvendit, por është një arrogancë që kalon kufit e sjelljes tuaj të përditshme dhe normale. Nga ana tjetër, Elisa Spiropali sqaroi se shtyrja nuk ishte të bënte vetëm me pjesëmarrjen e saj. Nga data 12 në datë 16 nuk u shty për arsye të pjesëmarrjes time në samitin Ukrainë-Europa Juglindore, por u shty se shumë deputetë të tjerë kishin mungesa në aktivitetet të tjera. Por edhe Flamur Noka nuk i kurseu ironit. Turet tuaja turistike për të bërë një selfie këtu apo atje zonjë nuk mund ta bllokojnë kurrë agjendën e këtij parlamenti. Parlamenti edhe në mungesën tuaj ka 2 nënkryetar të cilët mund ta drejtojnë. Ju mungojnë ju 5 apo 10 deputet dhe ju nuk kaloni dot ato noterizimet që ju kërkon sultani. Kjo nuk është çështje e parlamentit. Ju e keni kthyer parlamentin në një noter të çdo akti që vjen nga sultani. Vjeshta ikën bashkë me vapën dhe do vi Sara aty të zër vendin tënd, përpiqu të ruash dinjitetin e institucionit që përfaqëson. Përplasjet nuk u ndalen me kaq. Opozita denoncoi bojkotin e nismave të saj ligjore dhe mungesën e dialogut institucional. Parë duhet patjetër të jetë zgjedhjet, ku elementi i parë duhet të jetë jo vetëm denoncimi, jo vetëm marrja e masave, po ngritja e shqetësimit të zgjedhjeve si një shqetësim i cili sot pengon rrugën europiane të Shqipërisë. Ju nuk jeni në komisione, kjo është e vërteta. Dhe nga ana tjetër kërkoni pastaj pse nuk futen nisma të tjera, pse nuk shtohen projektligje. Dakor, hajde shtojmë të gjitha, kemi 20 projektakte për 2-3 seanca, ti bëjmë 40 po të doni, por duhet mos flisni nga vendi. Dikush duhet punoj, dikush duhet vinë në mbledhje, dikush duhet të jetë aty jo vetëm për quorum, po edhe për të marrë pjesë në procesin e miratimit të projektakteve që siç e thash nuk fillon këtu, fillon nga komisionet. Në Komisionin e Çështjeve Europiane nuk vinë në mbledhje dhe po ju bëj thirrje ju si kryetare e parlamentit që të merrni në dorë grupin e Partisë Socialiste, të ulen dhe të vinë të miratojnë se ka agjendë parlamenti. Sot zonja kryetare për shembull ne kishim në rend dite për të diskutuar raportin e Këshillit Kombëtar të Integrimit që është gati atje. Debati kulmoi gjatë diskutimit të projektligjit për performancën energjetike të ndërtesave, për të cilën mungonte zëvendës kryeministre Belinda Balluku. Rregulloria e kuvendit e kërkon taksative prezencën në seancë të ministrit që ka kundërfirmosur projektligjin në Këshillin e Ministrave. Është neni 73.1. Në fakt puna e vetme është ndodhet fjerë, po falenderon grupet kriminale se janë shumë atje që i kishte Mirë, kjo tani s'ka lidhje me procedurën. Nuk është ministri, nuk e sjellim dot, nuk është. Shtyje projektligjin. Nuk ja zë dot vendin Velës, kështu jo. Nuk ja zë dot vendin Velës, kështu. Për të zburtur tensionet në fund të debatit, ministri për marrëdhëniet dhe parlamentit Auland Balla mori fjalën për të prezantuar projektligjin në emër të qeverisë. Presidenti i Republikës Bajram Begaj mirëpriti në Tiranë liderët e vendeve të Europës Juglindore në kuadër të samitit të procesit të bashkëpunimit të Europës Juglindore që këtë vit kryesohet nga Shqipëria. Me pjesëmarrjen e liderëve rajonal, samiti zhvillohet nën moton nxitja e stabilitetit dhe prosperitetit përmes bashkëpunimit rajonal dhe integrimit në Bashkimin Evropian.
Në Tiranë u zhvillua sot samiti i nivelit të lartë të procesit të bashkëpunimit të Europës Juglindore, SECP, me Shqipërinë në krye të presidencës vjetore. Presidenti Bajram Begaj në cilësinë e kryesuesit të radhës mirëpriti liderët rajonal në një seksion të fokusuar në paqen, stabilitetin dhe rrugën drejt Bashkimit Evropian. Në samit marrin pjesë edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri i Serbisë Djuro Makut, një tavolinë që dëshmon rëndësinë e bashkëpunimit rajonal pavarësisht sfidave politike mes vendeve. Në kuadër të samitit u zhvillua dhe takimi i ministrave të jashtëm. Nga Tirana, ministri për Europën dhe punët e jashtme Ikli Hasani theksoi rëndësinë e bashkëpunimit mes vendeve të rajonit si gur themeli për procesin e integrimit evropian. Ish kryeministri Sali Berisha nuk u paraqit këtë të hënës pak duke mos zbatuar masën e sigurisë së detyrimit për paraqitje për shkak të gjendjes së tij gripale. Avokati i tij dorëzoi justifikimin në prokurori ndërsa vijojnë përgatitjet për seancën e parë gjyqësore në 30 qershor në procesin për privatizimin e ish kompleksit Partizani. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për Loran Dushën, një nga të pandehurit për çështjen e inceneratorit të Fierit. Dusha u ekstradua nga Zimbabwe drejt Shqipërisë 2 ditë më parë pas një periudhe në kërkim ndërkombëtar. Ai akuzohet nga prokuroria e posaçme për veprat penale, korrupsion pasiv dhe pastrimi produkteve të veprës penale në kuadër të hetimeve mbi ndërtimin e inceneratorit të Fierit. Në seancën e zhvilluar paraditën e sotme, Dusha nuk ishte i pranishëm fizikisht, pasi ndodhi i shtruar në spitalin e Burgut për shkak të problemeve shëndetësore. Në shtator të vitit 2023, gjykata e posaçme shkansë së parë e dënoi atë me 4 vite e 8 muaj burgim si përfitues i gjykimit shkurtuar, por një vit më vonë apeli i posaçëm prishi vendimin dhe urdhëroi rigjykimin e çështjes me një tjetër trup gjykuese. Sipas hetimeve të mbyllura nga SPAK në dhjetor të vitit 2022, për ndërtimin e inceneratorit të Fierit janë paguar afro 4 milion euro për punë që nuk janë kryer kurrë, ndërsa vlera e dëmit ndaj buxhetit të shtetit llogaritet në rreth 60 milion lekë. Të gjithë akuzuarit, përfshirë dhe ish ministrin e mjedisit Lefter Koka, i kanë mohuar akuzat e SPAK dhe kanë kërkuar pafajësi në të dyja shkallët e gjyqësorit. Gjykata e Tiranës ka dënuar me burgim të përjetshëm Bledar Jambellin dhe Kristaj Lecin për vrasjen e ish drejtorit të policisë të Vlorës Artan Cuku, ngjarje e ndodhur në vitin 2017 në rrugën e Kosovarëve. Një nga autorët bashkëpunoi me drejtsinë dhe tregoi prapaskenat e krimit. Bledar Jambelli dhe Kristaj Leci janë dënuar me burgim përjetshëm nga gjykata e Tiranës për vrasjen e ish kryekomisarit Artan Cuku, ngjarje e rëndë që tronditi kryeqytetin me 8 prill 2017. Artan Cuku qellua për vdekje në hyrje të banesës së tij në rrugën e Kosovarëve. Sipas hetimeve të kryera, organizatorët dhe financuesi i krimit rezultoi Bledar Jambelli i arrestuar një vit më vonë në Greqi. Ai kishte urdhëruar vrasjen e Cukut për shkak të një arrestimi që ky i fundit kishte bërë në vitin 2012, kur ishte drejtuesi i policisë së Vlorës. Mikel Shallari, i cili ekzekutoi vrasjen, u arrestua pak ditë pas ngjarjes. Ai pranoi të bashkëpunonte me prokurorin, duke treguar emrat e porositësve dhe mënyrën se si ishte organizuar ngjarja. Si rridhoi, Shallari përfitoi statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë dhe u dënua me 10 vite burgim. Hetimet zbuluan se motivi kryesor i krimit ishte hakmarrja e Jambellit ndaj Çukut, pasi ky i fundit e kishte arrestuar për vrasjen e Armando Delajt në vitin 2012. Edhe pse më pas Jambelli u shpalli pafajshëm dhe u dëmshpërblye nga shteti me 500.000 lekë për ditët në paraburgim, ai kishte vendosur të merrte hak. Vendimi dhe nga gjykata e Tiranës shënoi një ndër dënimet më të rënda për krimet me pagesë ndaj figurave të drejtësisë dhe policisë. Gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për Loran Dushën, ish administratori i inceneratorit të Fierit, i cili u ekstradua 2 ditë më parë nga Zimbabwe. Ai akuzohet për korrupsion dhe pastrim parash, ndërsa aktualisht ndodhet në spitalin e Burgut për arsye shëndetësore. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për Loran Dushën, një nga të pandehurit për çështjen e inceneratorit të Fierit. Dusha u ekstradua nga Zimbabwe drejt Shqipërisë 2 ditë më parë pas një periudhe në kërkim ndërkombëtar. Ai akuzohet nga prokuroria e posaçme për veprat penale, korrupsion pasiv dhe pastrimi produkteve të veprës penale në kuadër të hetimeve mbi ndërtimin e inceneratorit të Fierit. Në seancën e zhvilluar paraditën e sotme, Dusha nuk ishte i pranishëm fizikisht, pasi ndodhi i shtruar në spitalin e Burgut për shkak të problemeve shëndetësore.
shtetërore. Në shtator të vitit 2023, gjykata e posaçme shkallës së parë e dënoi atë me 4 vite e 8 muaj burgim si përfitues i gjykimit shkurtuar, por një vit më vonë apeli i posaçëm prishi vendimin dhe urdhëroi rigjykimin e çështjes me një tjetër trup gjykuese. Sipas hetimeve të mbyllura nga SPAK në dhjetor të vitit 2022, për ndërtimin e inceneratorit të Fierit janë paguar afro 4 milion euro për punë që nuk janë kryer kurrë, ndërsa vlera e dëmit ndaj buxhetit të shtetit llogaritet në rreth 60 milion lek. Të gjithë akuzuarit, përfshirë dhe ish-ministrin e mjedisit Lefter Koka, i kanë mohuar akuzat e SPAK dhe kanë kërkuar pafajësi në të dyja shkallët e gjyqësorit. Një grua shqiptare është vrarë me thik në rrugë nga ish-bashkëshorti i saj në Tolentino të Italisë. 45 vjeçaria Gentiana Kopili u qëllua disa herë me armë të ftohtë në një sum të paramenduar që ka tronditur komunitetin lokal. Autori Nikolaj Hudra është arrestuar në vendngjarje ku dhe rrëfeu krimin përpara dëshmitarëve. Një ngjarje tragjike ka ndodhur mbrëmjen e së shtunës në qytetin italian të Tolentinos, ku një grua shqiptare, Gentiana Kopili, 45 vjeç, është shëdhuar për vdekje nga ish-bashkëshorti i saj, Nikolaj Hudra, 55 vjeç. Sipas hetimeve paraprake të autoriteteve italiane, Hudra, i cili jetonte në zonën e Perugjës, kishte kaluar ditën me djalin e tyre 21 vjeçar përpara se të nisej drejt vendit ku ndodhej Gentiana. Ai përdori një skuter për të shmangur vëmendjen dhe arriti deri në qendër të fshatit Tolentino, ku viktima punonte si kujdestare. Në momentin e sulmit, 45 vjeçaria ndodhej në rrugë duke folur në telefon. Autori e qellon me thik të madhe rreth 30 cm, të cilën e kishte fshehur në rrobat e punës. Ai shkaktoi të paktën 10 plak me thik, duke i marrë jetën në vend. Pamjet e ngjarjes janë regjistruar nga banorët e zonës përmes dritarëve të apartamenteve të tyre. Menjëherë pas krimit, Hudra ul pranë trupit të pajetë të ish-bashkëshortes dhe sipas dëshmitarëve u shpreh, ishte ajo që duhet bërë. Tani mund të thrisni policin. Që të marris në pyetje nga hetuesit, ai rrëfeu vrasjen dhe pranoi se kishte planifikuar ta kryente, sipas tij për të shliruar fëmijët nga viktima. Hudra madje pohoi se ish-bashkëshortja donte të helmonte fëmijët dhe atë. Policia i gjeti në makinën e tij dhe thikat e tjera, duke forcuar akuzën për vrasje të paramenduar. Prokuroria italiane ka ngritur tashmë dosjen penale për vrasje me dashje dhe po vlerëson mundësinë e një ekspertize psikiatrike ndaj autorit të krimit, i cili në të kaluarën kishte pasur konflikte të përsëritura me viktimën. Ngjarja ka shkaktuar troditje të thellë si në komunitetin shqiptar në Itali, ashtu edhe në opinionin publik italian, duke rihapur debate mbi fenomenin e dhunës në familje dhe nevojën për më shumë mbrojtje për gratë në rrezik. Një aksident i rënd ndodhi në plazhin e Gjipes, ku një turist gjerman u godit nga një gomone teksa notonte jashtë perimetrit të sigurisë. Policia e Vlorës arrestoi drejtuesin e mjetit, i cili akuzohet për plagosje të rënd me dashje. Rasti ngres sërish alarmin për mungesën e respektimit të rregullave të sigurisë në zonat bregdetare. Një tjetër aksident në det ka ndodhur mesditën e së hënës në një plazh më të frekuentuar në Bregdet jugor, rreth orës 13:40 në zonën e Gjipes. Një turist gjerman 46 vjeçar u godit nga një gomone teksa notonte jashtë zonës së sigurisë të përcaktuar për pushuesit. Drejtuesi i mjetit, shtetasi Krenar Velaj, është arrestuar nga policia e Vlorës dhe ndaj tij rëndon akuza plagosje rënd me dashje, sipas njoftimit zyrtar të strukturave hetimore. Pamjet e para të incidentit tregojnë momentet e menjëhershme pas përplasjes. Vetë drejtuesi i gomones i dha ndihmën e parë turistit plagosur dhe njoftoi menjëherë autoritetet. Turisti gjerman ka marrë plak serioze në shpatull dhe këmbë. Fillimisht ai u transportua në spitalin e Imarës, më pas për shkak të dëmtimeve u dërgua me helikopter drejt spitalit Traumës në Tiranë, ku ndodhet nën kujdesin intensiv mjekësor. Ky rast vjen në një kohë kur autoritetet kanë ngritur alarmin për incidentin në rritje që lidhen me mospërfilljen e rregullave të sigurisë në plazhe, si nga operatorët e mjeteve lundruese, ashtu edhe nga pushuesit. Vetëm gjatë ditëve të para të qershorit në plazhin e Durrësit u shënua një tjetër ngjarje tragjike ku një turist humbi jetën dhe një tjetër mbeti i plagosur pas një aksidenti me jet ski, mjetet drejtuar pa leje përkatëse. Autoritetet vijojnë të bëjnë thirrje për mosrespektimin e zonave të ndaluara për mjetet motorike dhe kërkojnë nga operatorët turistik që të zbatojnë detyrimet e rregullave për dhënien me qira të mjeteve lundruese. Ndërkohë policia e Vlorës ka intensifikuar kontrollet për subjektet që operojnë pa licencë ose në kundërshtim me protokollet e sigurisë. Një aksident me mjet lundrues në zonën e Shkombit të Kavajës ka çuar në arrestimin e pronarit të një subjekti që jepte jet ski me qira. Ai akuzohet për shkelje të rregullave të sigurisë dhe për deklarim të rrem. Turisti belg i përfshirë në incident ndodhet në spital, ndërsa autoritetet theksojnë nevojën për kontrolle më të rrepta në plazhet turistike.
Një aksidenti ndodhur mbrëmjen e së dielës në zonën e shkëmbit Kavajës ka çuar në ndalimin e një shtetasi të përfshirë në veprimtari turistike me mjete lundruese. Policia e Durrësit arrestoi në flagrancë 51 vjeçarin Skendilajt Xhameta, i banues në Tiranë, i cili rezulton të jetë pronari i një subjekti që jepte me qira mjete jet ski. Sipas hetimeve të kryera në drejtim të prokurisë së Durrësit, Xhametaj akuzohet për shkelje të rregullave dhe mbrojtjes në punë dhe për veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Ngjarja ndodhi teksa një turist belg 21 vjeçar mori me qira një jet ski pa pasur lejen përkatëse të drejtimit dhe pa u pajisur me mjetet e nevojshme të sigurisë. Gjatë përdorimit ai humbi kontrollin dhe u rrëzua në det, duke psuar dëmtime të konsiderueshme. Aktualisht ndodhet nën kujdesin e mjekëve në Spitalin Rajonal të Durrësit. Policia thotë se pas aksidentit, pronari i mjetit ka dhënë deklarata të rreme në përpjekje për të shmangur përgjegjësitë penale, çka e rëndon më tej pozitën e tij ligjore. Ngjarja rikthen në vëmendje problematikën e sigurisë në plazhet turistike shqiptare, sidomos në sezonin veror. Vetëm pak javë më parë, një 34 vjeçar britanik humbi jetën në të njëjtën zonë pas një aksidenti me jet ski. Në zonën e shkëmbit Kavajës operojnë 3 subjekte që ofrojnë mjete të tilla për përdorim turistik. Përsëritja e incidenteve është kthyer në një shqetësim serioz për sigurimin e pushuesve dhe një apel i drejt për autoritetet që të shtojnë kontrollet dhe të marrin masa konkrete për të parandaluar tragjeditë të ngjashme. Policia dhe institucionet e tjera përgjegjëse kanë nisur hetimet më të ishme për zbardhjen e plotë rrethanave dhe identifikimin e çdo përgjegjësi të mundshëm në rast. Policia rrugore e Tiranës ka rritur kontrollet me dron, radar dhe kamera, duke arrestuar ose proceduar 30 drejtues mjetesh për shkelje të rënda. Me zero tolerancë ndaj abuzimeve në rrugë janë pezulluar edhe 10 leje drejtimi. Kontrollet në rrugët e Tiranës po bëhen çdo ditë më intensive. Policia rrugore njofton se gjatë javës së fundit janë arrestuar ose proceduar penalisht 30 drejtues automjetesh për shkelje që përbëjnë vepra penale me fushën e qarkullimit rrugor. Në të njëjtën periudhë janë bllokuar 20 automjete të parkuara gabimisht në kursitë e dedikuara për autobusët, taksit dhe biçikletat, ndërsa janë pezulluar 22 leje drejtimi për shkelje të rënda të kodit rrugor. Për të ndëshkuar sjelljet e rrezikshme në trafik, policia rrugore ka përforcuar praninë në terren dhe ka vënë në funksion dronët, radarët e shpejtësisë dhe kamerat inteligjente që monitorojnë në kohë reale akset më të ngarkuara dhe zonat urbane. Strukturat e rendit bëjnë me dije se kontrollet do të vijojnë pa ndërprerje me fokus të veçantë te ata drejtues që nuk respektojnë përparësitë, kufijtë e shpejtësisë apo ndalojnë në mënyrë të palishme. Në përfundim, policia apelon për respektim rigoroz të rregullave të qarkullimit, duke konsideruar sjelljen e kujdesshme në timon si kusht jetik për sigurinë rrugore dhe mbrojtjen e jetës. Do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 17 qershor 2025 do të ndikohet nga kushte të paqëndrueshme atmosferike me mundësi rreshjesh lokale veçanërisht përgjatë territorit. Moti do të paraqitet me periudha me diell dhe vranësira të ndërthurura, ndërkohë që rreshjet e lehta priten gjatë mesditës. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 17 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale do të arrijë deri në 34 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veri-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim mesatar 2 deri në 3 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 17 deri në 31 gradë Celsius, Kukës 17 deri në 30 gradë, Peshkopi 17 deri në 30 gradë Celsius, Tiranë 17 deri në 33 gradë, Durrës 18 deri në 32 gradë Celsius, Kavaj 18 deri në 33 gradë, Elbasan 17 deri në 33 gradë, Berat 17 deri në 33 gradë Celsius, Korç 16 deri në 29 gradë, Vlorë 18 deri në 32 gradë, Gjirokastër 18 deri në 34 gradë Celsius, Sarand 18 deri në 31 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 17 qershor 2025 pritet të jetë me mot me kthjellime dhe vranësira të alternuara me mundësi rreshjesh lokale në mesditë. Ka gjithashtu mundësi për stuhi të shkurtra paralajmërim për rrebeshe pranë mbrëmjes. Temperatura minimale do të zbresë deri në 14 gradë Celsius,
kurse temperatura maksimale për ditën pritet të arrijë 33 gradë Celsius, veçanërisht në zonat e ulta. Era do të frymë me shpejtësi 2 deri 6 metër për sekond nga drejtimi veriperëndimor verilindor. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 14 deri në 33 gradë Celsius. Podujev 15 deri në 31 gradë Celsius. Skënderaj 14 deri në 32 gradë. Pej 15 deri në 33 gradë Celsius. Prishtinë 15 deri në 33 gradë Celsius. Gjakov 15 deri në 33 gradë. Malishev 15 deri në 32 gradë. Gjilan 14 deri në 32 gradë Celsius. Ferizaj 15 deri në 32 gradë. Kaçani 15 deri në 32 gradë. Suharek 16 deri në 32 gradë Celsius. Prizren 15 deri në 32 gradë Celsius. Të nderuar televizionistë, ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë miru takofshim në edicione të tjera.